moshatare, zanje në borde e paskeruvet, qysh preje që do bashe Në vazhdim të këtij mendimi, ne jemi, thoni ju dhe unë e di, një televizor i pavarur politikisht, ekonomikisht, financiarisht, si kemi arritur ta bëjmë këtë? Çdo televizion, çdo media komunitare, kudo ku është, ka qëllimin e vet, ka vizionin e vet. Nuk është gabim ai televizion që mund të jetë me një parti, mund të jetë me një grupacion, mund të jetë edhe familjar, edhe personal. Por që t'jesh televizor kombëtar, dhe t'jesh televizor publik, dhe t'jesh me program kombëtare shqiptare, duhet t'jesh i pavarur politikisht. Duhet t'jesh i pavarur ekonomikisht. Të dyja këto, edhe politika, edhe ekonomia, në qoftë se je i varur, nuk ke lishmëri, nuk e zbaton dot vizionin dhe misionin që ti ke si televizion. Kjo arrijet nuk është e lehtë të arrijet, sepse unë koqidon kjo që jam edhe pronar dhe drejtor, se nuk ka media tjetër që t'jenë kështu. Punoj pronari. E kuptone. Dhe duke qenë kështu, po edhe plus edhe formimit që kam pasur si oficer. Është formim, në është investim ajo. Pra, unë shikoj çështje kombëtare shqiptare. Unë nuk e imagjinoj dot t'jap për Kishën, mos jap për Xhamin. T'jap për Shkodrën, mos jap për Korçën. T'jap për PD-n, e mos jap për PS-n. Janë njerëz gjithë. Ne kemi edhe familje që njeri është me PD, njeri me PS-n. Edhe fakti që në vizitat e fundit ne kishim në studio nga dy palë. Edhe problemi është që ne të ruhemi që të mos i shërbejmë të keqit. Kjo është, edhe kemi bërë gabime në kaluarën, unë kërkoj ndjes. Nuk e kam bërë këtë gabim i nisur ose i nxitur nga ana ekonomike. Kur? Por kemi menduar se janë njerëz që mund të zhvillohen, mund të sjellin progres përkundazi. Unë kam nxjerrë në televizion edhe kërkoj ndjes se nuk e kanë merituar, sepse janë edhe sot janë elemente që sjellin probleme në komunitet. Komuniteti nuk do sherrë shamate. Komuniteti do idera që të zhvillojnë komunitetin, që ne t'japim mundësi komunitetit që të rinj që janë të zhvillojnë. Ata që kanë një gjë brendshme, neve t'i shtyjmë që ata ta sjellin për komunitetin dhe ta lënë si vlerë për kombin. Në këtë prizëm mendoj që ne do të bëjmë kujdes, pra t'i shërbejmë dhe të bëjmë promovime komunitare të njerëzve që kanë vlerë. Zoti Kanjevila... Do ta them dhe një gjë këtu. Po. Televizioni jonë shquhet, edhe shikuesve s'mund të them se ata e shikojnë, ne i kemi, ne japim dhe muzikë, japim edhe filma, japim edhe dhe komentarë, japim dhe koncertet, cilat ne nuk i prodhojmë dot në emigracion. Por ne japim për ditë e transmetojmë prodhimet tona nga komuniteti. Sigurisht, a bëjmë neve çfarë do komuniteti maksimalen? Jo, ne bëjmë më të mirën e mundshme. Por aman komunitetin e kemi ndihmuar dhe ndihmojmë shumë. Zoti Gani, cili është mendimi juaj për konkurrencën në media? Vite para jam shprehur dhe do ta mbyll shkurt, Rafael. 25 vjet ne nuk kemi pasur konkurrencë mediatike. Edhe kjo është faktikisht është fatkeqësi. Pasi edhe pse kanë ekzistuar media të tjera, nuk kanë zgjedhur rrugën e konkurrimit, po kanë zgjedhur rrugën e demigrimit të kundërshtarit, një lloj si politikat në Shqipëri, që zihen e hajnë e bëjnë. Pra, nuk kanë sjell idera, nuk kanë sjell programe, nuk kanë sjell progres në komunitet. Ata thonë kështu, Rafael. Ne vemi në aty në aktivitet, pa të mos jetë televizori tjetër. Ose mos e thrisni atë tjetërin. Po aty është konkurenca. Si filmon ti e si filmoj unë. Ose si e përgatit ti dhe si e paraqit ti. Këtu është konkurenca. Nuk është konkurenca që unë e njoh filanin dhe mos e sillni ose mos e lajmëroni. Kjo është vetë izolohen. Pasi në qoftë se kanë këto koncepte vetë izolohen edhe aktivitetet. Se aktivitetet kanë vazhdimisht kanë vlera. E kur ti bën një aktivitet të mirë, po e bën brenda në një vend aty, çe do ta?
Se dhe e ben aty e shikon ti, por kur e shikojnë komuniteti gjerë, atëherë ti nxit anën pozitive tek njerëzit e tjerë, që ata të bëjnë aktivitete pozitive. Po dhe vereti që ne shpesh transmetojmë këto iniciativat që marrin komuniteti i Malësisë Madhe për mbledhjen e ndihmave. Në fillim thoshin mua, që jep këta kështu, japi, thosha, sepse ju duhet të mësoni që ju duhet të jepni ndihma, duhet të jepni kur ka nevojë dhe të keni rezerva e të mblidhni ato. E tani kanë edhe zonat e tjera kanë filluar që të mbledhin ndihmat, të ndihmojnë kur ka raste nevoje. Këtë ka rol televizioni, pra të shpërndajnë nemi, du të shpërndajmë atë pozitiven. Në qoftë se bleta i mbledh nektarin, ne du të shpërndajmë nektarin që ka komuniteti në gjithë komunitetin. Po kalojnë në çështje tjetër. Pse është e nevojshme dhe çka ndodhur, a mbështetet nga qeveria shqiptare, televizioni, a duhet të mbështetet? Si ishte rasti i zgjedhjeve të fundit? Kjo është një temë që ne duhet ta diskutojmë gjatë. Dy gjëra do të them, të në shteti shqiptar nuk është interesuar asnjëherë, asnjë qeveri për televizionin që unë kam drejtuar për 25 vjet që jam këtu. Asnjë interesim, asnjë mbështetje, dhe kjo për mua përjashto rastin konkret të presidencës. Ne kemi pasur marrëdhënie me presidentët vazhdimisht, kanë qenë korrekt, po është se s'kan fuqi, e kanë të limituar atë, jo buxhetin, kanë të limituar çdo, s'kan kështu mundësi që të marrin veprimtari e gjëra të vetëm kanë ngelur ato dekorimet. Edhe kjo është marrëdhënia me diasporën. Ta analizosh të është një temë që do ta bëjmë, të premtoj do ta bëjmë më të gjerë, pasi vetë personalisht drejtuesi televizionit shqiptar të Amerikës kam vërejtje për Komisionin Zgjedhor të Zgjedhjeve në Shqipëri, i cili nuk ka komunikuar me mediat në diasporë, do të thosha me asnjë media në diasporë, sepse ne kemi ndjekur ato, dhe mendoj që buxhetet janë manipuluar, pra nuk është harxuar buxheti tek mediat e diasporës, dhe pastaj kanë kërkonin produkt që të vinin të votonin njerëzit. Në Amerika 20.000 veta është është mëkat. Diaspora shqiptaro-amerikane është një diasporë shumë kualitative, është një diasporë që do të marrin shembull të gjithë shqiptarët kudo ku janë, pasi ka dhënë shembuj në të kaluarën, qysh nga Noli Konica, qysh në vitin 1920 kur shkuan luftëtarët, e deri në ditën e sotme për veprimtaritë e Vatës si bën dhe aktualisht. Problemi është që kjo është një temë të cilën ne do ta diskutojmë në mënyrë shumë profesionale, pasi mos ndërtimi i infrastrukturës mediatike të Komisionit Zgjedhor të Zgjedhjeve dhe të dy partive, se kjo është një problem shumë i gjerë dhe gjerë. Të dy partit nuk kanë pasur interes, zoti Floqi, që të vinë, erdhen këtu, mblodhen ata militantët në fillim, sa përqend dakord, çu dhe ikën, dhe pse se erdhi asnjë politikan, asnjë partije, nuk ka ardhur mbas shpalljes së fushatës zgjedhore në Amerikë. Erdhen përpara, edhe ikën. Kjo tregon që ne si diasporë na kanë frikë ata, ne kemi fuqi, por ne du të kemi edhe fuqi dhe idera që të bëhemi faktor nesër pas nesër, për kjo do ta kemi një temë tjetër. Një temë tjetër. Atëre, ka marrëdhënie me komunitetin shqiptar këtu, ka marrëdhënie me komunitetin shqiptar edhe në trojet tona. Çfarë roli ka luajtur ju vetë dhe ekipi në konsolidimin e këtyre marrëdhënie, bashkëpunëtorët, korrespondentët nga trojet shqiptare? Televizioni, edhe pse është me qendër në Michigan, shtrirjen e programeve tona ne kemi në tërë botën. Na shikojnë në Shqipëri, na shikojnë në Kosovë, në Malsinë, Maqedoni, në Kinë, na shikojnë ata që janë atje në ambasadë, kudo na shikojnë, dhe kjo është një kënaqësi dhe një arritje. Edhe unë i falenderoj gjithë personat që kanë dhënë dhe vazhdojnë të japin kontribute në televizion e shqiptarëve të Amerikës, por lidhur me shtrijen e programeve, kjo ka qenë edhe sipas mundësive,
por ka qenë një projekt që neve të jemi të pranishëm kudo për gjërat që kanë qenë gjëra të nxehta ose gjëra që mund sillin vlera për shikuesit tanë. Jemi munduar të kemi në mënyrë të vazhdueshme, kemi pasur korrespondentë në Shqipëri, në Malsi, në Kosovë, në Maqedoni, kemi pasur në gjitha shtetet e Amerikës, kemi pasur korrespondencë që çdo disina, por kemi pasur edhe miq që na kanë ndihmuar, na kanë dërguar informacione dhe mendoj se me aktualitetin, pra siç është sot bota shqiptare në emigracion edhe në Shqipëri, mediat kanë rolin e tyre dhe televizioni jonë të ardhmen do të ketë një rol që do të jetë shumë pozitiv për pasqyrimin e vlerave komunitare, jo vetëm të Amerikës, por edhe të komunitetit tonë shqiptar ku jetojnë atje, pasi edhe çdo gjë pozitive, çdo gjë e mirë që neve sjellim nga vendlindja na jep vullnet, na gëzon dhe jemi rahat dhe neve këtu. Si karakterizoni raportet tuaja apo bashkëpunimin me anëtarët e ekipit? Çfarë doni të ndani me ne sot? Shiko, po të filloj që të bëj Rafael një analizë për se cilin S'është koha, ma kanë kritikuar në bisedën e parë se kisha harruar dike. Unë jam minjohës qysh nga bashkëshortja ime Valentina, të cilën e kam pasur vazhdimisht, edhe kur nuk është televizion, ajo është vazhdimisht në prezencë, pasi roli i bashkëshortjes edhe si punonjës e televizioni ka efekt pozitiv, dhe mandej unë të falenderoj juve si person, si Rafael, ju keni qenë dhe jeni vazhdimisht, e kam thënë unë kravi gjatë të televizionit për mua, edhe unë e vlerësoj shumë kontributin tuaj, dhe në tuajin do të fut gjithë bashkëpunëtorët e tanë që kanë qenë, vazhdojnë edhe janë aktualisht. Por një falenderim të veçantë do ta kem për gjithë ata që kanë ikur për arsye të ndryshme, janë larguar nga Michigani, kryesisht raste të tilla kemi, edhe i falenderoj, sepse kanë dhënë se gjithë secili kontributin e vet, dhe ndihem shumë i mirë që kam bashkëpunuar me ju zoti Rafael, keni vite këtu, pasi keni dhënë dhe keni sjell ato idera, ato me atë mision që ne kemi patur për të shërbyer çështjes kombëtare shqiptare, edhe pse ti je një i djathtë pa ndryshueshëm, ekstrem. Ky është opinioni juaj, ka ty ku janë ekstremet del e përbashkëta më e mirë besoj. Cilat janë vizionet tuaja për të ardhmen për televizionin shqiptarëve të Amerikës? Vizioni është i njëjtë ai që kemi patur me ju për të shërbyer komunitetit shqiptaro-amerikan, sjellim promovimet e tyre sa më shpejt, sa më mirë, që ato të përgjithësohen, të thithen nga gjithë komuniteti dhe ne do të nxisim nëpërmjet këtyre vlerave që komuniteti shqiptar asnjë gjë vogël që është me vlerë të mos shkojë kot, por të shkojë në shërbim të kombit shqiptar në fushat për të cilat njerëzit kanë talente e kanë mundësi për të dhënë ndihmës. Nuk do ndryshojmë asgjë, absolutisht do shikojmë përpara. 25 vjetori është një themel i cili do na shërbej për ndërtimin e kateve të tjera të shkojmë tek 30 vjetori. Rafael, 25 vjet, a di çdo thot? 65 vjet kishte televizioni shqiptar kur e pash herë të fundit. Po ki parasysh këtu je në diasporë. Ki parasysh 65 vjet e ka bërë televizionin e ka bërë shteti. Po. E këtu e ka bërë një person me bashkëpunim me ju të tjerët që mua më hoqën nga puna kur isha 36 vjet. Edhe unë e pranova. Më hoqën nga puna pse isha në sigurimin e ushtrisë, më liruan. E pranova, nuk kundërshtova. Besova tek ta njerëz, të kjo stres politike, dhe aktualisht jam i zhgënjur. 100% i zhgënjur. Pra,
Mua e sjell të si shembull, jo personal, se e kam kaluar atë pjesën personale, po e sjell për të edukuar shqiptarët që shikojnë çfarë kontraste në shikim, në vizion dhe në praktik ka. Pra unë një person i padenj për shtetin shqiptar në vitin 1992, jemi 25 vjetë së bashku, që punojmë 24 orë në 24 orë për çështjen kombëtare shqiptare. Ju shërbejmë atyre edhe atyre që na hoqen nga puna. E tani, po ta krahasosh punën tonë 25 vjeçare me tradicionin shqiptar të politikanëve shqiptar, të asaj shtrese politikanësh nuk dua t'i fyej, por janë të padenj. Ti mendo si duash, ke këtë duash, mi ke prirje për ta, unë do t'a sjell sepse e kam hequr në kurriz. E kam hequr në kurriz unë këtë. Pra, duhet të ndryshojnë njerëzit. Njerëzit mos duhet të dinë, i kishim e Enverin 40 vjetë, parti Enver e bën partin 92. Partin e bën 92. E tani bëjnë këta udhëheqësit janë sot në Shqipëri, i bën një lloj janë në Envera. Kishim një Enver, tani janë bërë 5-6 Envera, që nuk ikin. Dhe në këto rrethana, mendoj që neve nuk do ndryshojmë vizionin tonë, por do të ndryshojnë këta tjerët, ta që janë